Çfarë dhurate ju bëra edukatorëve të vajzës time? Vajza ime ka festën e verës nesër, por në të njëjtën kohë është edhe dita e fundit e çerdhes. Dhe si një traditë, le të themi, gjithmonë prindrit ju bëjnë dhurata edukatorëve të çerdhes në ditën e fundit që ikin. Dhe jo nuk mendoj fare që edukatorët thjesht bëjnë detyrën dhe nuk kanë nevojë për dhurata. Të gjithë njerëzit kanë nevojë për dhurata dhe nuk është që i mëson keq, sepse në fund fare ne do ikim dhe s'do kemi më punë me ato, por është një shenjë falënderimi që ju kam lënë me besim 4-5 orë të ditës shpirtin e shpirtit tim. Dhe kështu që mendoj jo vetëm këto dhurata, po edhe më shumë nuk do mjaftonin. Ne atje kemi 3 edukatorë, kështu që janë 3 dhurata të njëjta, se mos na zihen edukatorët atje. Dhe unë sillja që t'ua merrja dhuratën nga Rituals. Nuk e di a mund ta hap dot apo jo. Nuk e di se ku ua pash emrin, por që është ishte me pink sugar dhe e provova kot e dora një. Zoti i madh, çfarë arome të mirë që kishte. Sa bukur që duken. Çfarë arome e mirë që u ha. Tani kjo ka këtë gelin e dushit, ka kremin e trupit, ka këtë qiriun, body scrub, po body scrub, do bëjmë pak scrub edukatorë se e meritojnë se janë lodhur gjithë vitin. Dhe kështu duket paketimi, domethënë, vetë unë mendoj që është një dhuratë dinjitoze dhe po të më bënte mua dikush të dhuratë, do më pëlqente. Dhe t'ju tregoj pak edhe se çfarë më dhanë dhuratë, duke qenë se kaloj shifrën 50 euro për Rosia, që nuk është që madhe sa atyre, po nejse. Do bëjmë si do bëjmë edhe me këto të vogla. Ky mini seti, Your Summer Essential on the Go. Se të plazë kani. Paska krem dielli Rituals, nuk e di që kishte krem dielli. After Sun. Shumë aromë të mirë edhe kjo. Dhe After Sun serum. Okej, nuk ishte pse të çonin të vetëm After Sun, nuk ishte çuar në krem duarsh, për shembull, na manin duart herë të mirë, po nuk ankohemi se është falas, se çfarë do ankohesh për këto falas. Kështu domethënë këto ishin dhe dhuratat që mora, besoj shumë që t'ju pëlqejnë, se po nuk ju pëlqyen, nuk do marr vesh, kështu që do jemi lumtur unë, do jenë lumtur edhe ato. Vlerësojini edukatorët dhe mësuesit që po urrisin fëmijët, po ju edukojnë fëmijët dhe po rrin një pjesë të ditës me fëmijën tuaj.